dhe në fakt ka prodhuar pak habi në fillim kur kërkesa e parë për përsëritje të procesit zgjedhor dhe pavlefshmëri të datës të zgjedhjeve të 11 majit ishte pikërisht për Kuksin, një nga 3 qarqet e vetme të cilat Partia Demokratike ishte fituese në zgjedhjet e 11 majit dhe arriti në farë mënyrë të konfirmonte rezultatin që kishte marrë në zgjedhjet e 2021-shit, por ajo që ka ndodhur ose kërkesa që është depozituar për Kuksin pritet që të depozitohet dhe të kërkohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve edhe për të 11 qarqet e tjera, pra për fshirjet e Tiranës. Për Kuksin janë pak a shumë të njëjtat argumenta që i kemi dëgjuar nga zoti Berisha gjatë këtyre 2 javëve të fundit në daljet e shpeshta që ka bërë nga Selia Blu, pra duke nisur nga përdorimi i administratës, falja aktet e ndryshme qeveritare që janë marrë, pra falja e gjobave apo veprimet tjera që sipas Partisë Demokratike kanë qenë në kundërshtim me ligjin, pasi ne kemi në kodin zgjedhor që 4 muaj përpara zgjedhjeve ose gjatë fushatës zgjedhore dhe 3 muaj përpara, pra një periudhë rreth 4 mujore, qeveria nuk mund të marrë akte të ndryshme administrative si falje gjobash, dhënie lejesh apo të ngjashme si këto. Bashkë me këto akte, Partia Demokratike ka renditur në si shkelje të procesit të datës 11 maj, gjithashtu edhe përdorimin e elementeve kriminal, ku ka arrestuar disa raste, ku edhe si një qarqe tjera edhe në Kukës, sipas Partisë Demokratike, ka pasur eksponentë të botës së krimit të cilët kanë punuar ose kanë ndihmuar Partinë Socialiste për të marrë vota, edhe pse në këtë qark për hir të vërtetës nuk kanë bërë që të përmbyset raporti, siç për shembull ka ndodhi në qarkun e Dibrës, apo rrezikoi që të ndodhte në qarkun e Lezhës, 2 qarqe të cilat Partia Demokratike në zgjedhjet 2021 i kishte fituar, pra Lezhën bindshëm dhe Dibrën me rezultate ngushtë, dhe në këto zgjedhje Dibra u përmbys me një fitore shumë të thellë të Partisë Socialiste dhe Lezhë u arrit që të mbahej me një diferencë të vogël. Përtej kësaj, sigurisht ka pasur edhe një listim të një sër argumentesh të tjera të Partisë Demokratike, që nga përdorimi i patronazhistëve, intimidimi i qytetarëve dhe deri tek parregullsitë e vërejtura në procesin e votës së diasporës, ku për këtë proces Partia Demokratike ka shumë ankesa dhe po themi parashtrime për parregullsi, duke u ndalur më veçanërisht tek vota e Greqisë, edhe pse në fakt për Kuksin votat e ardhura nga Greqia kanë qenë shumë pak, disa dhjetra, sepse më së shumti diasporën. Më duket edhe votat e diasporës në Kukës, mandatin e Isuf Çelës për shkak. Bën ndryshim brenda llojit, sepse me votat e numëruara brenda vendit, deputeti i Partisë Demokratike i dyti në mos gaboj që ka qenë Shkëlqim Shehu, dhe me votat e diasporës zoti Isuf Çelaj, që do të ketë mandatin e 3 në mos gaboj në këto zgjedhje, arriti ta përmbys dhe ta marrë mandatin e 2 të Partisë Demokratike.